shumë, je e bukur, s'dija ta kanë thonë të tjerët, po ke sy shumë të bukur, Nina. Faleminderit. Për ndryshe, Nina ka lindur në Francë dhe pas disa viteve që ka jetuar në Francë, është kthyer në Kosovë, edhe këtu vazhdon shkollën, këtu ka shoqënin. Cilën klasë je, Nina? Në tretën. Në klasën e tretë. Por përveç shkollës, që besoj je një nxënëse shumë e mirë shkolla. Cila është lënda që po të pëlqen më shumë në shkollë? Shqipja. Gjuha shqipe po të pëlqen më shumë ti. A ke pas problem sepse kur je orë në fillim ke ditë veç frëngjisht apo? Kam ditë pak shqip, do fillon. Sa shkruanja e ka gjuha frënge? 26. Po 10 ma pak se na i pas ka, na 36. Ata të ka ardhë vështirë, po tash e ke mësu komplet, apo? Gjuha shqipe. A duket të lezetshme kështu si gjuhë më shumë gjuha frëngjisht apo shqip? A të dyat? Të dyat mirë. Të dyat. Për ndryshe, Nina është një vallëtare e cila dhe ka ambicie për të bërë një vallëtare shumë e madhe dhe po punon shumë në atë drejtim. Nëse nuk gaboj, mami më ka thënë që prej 5 vjeç ke filluar vallëzimin. Po. Prej 5 vjeç. A e mbon mend ti atë kohë? Po. E mbon mend? Ç'është ka dogë çat kohë kur je fillu mas pari? Kena bërë shumë spektakle. Po. Edhe u kanë një sall, pak e vogël, e të ne kena vallëzu, jem konë pak me stres, të ne kur kam vallëzu, mirë jem konë. Mirë ke shku tani.